S'ka shans hiç. S'ka shans, s'mund me marr votat. Nëse shkojmë pra përsëri në zgjedhje, çfarë mendoni që do të ndodh? A pritet të ketë ndryshim? Ndoshta ndryshojnë. Do më parti tjera, apo ndoshta fitojnë më tepër. Edhe kjo që është, domethënë tash këtë pozitë, domethënë pozitë që është se duhet me rase. Kjo është shkaktari që 5 vite po mendoj se cila shumë e ka pushtetin këtë gjendje. Nuk është në rregull me marrë zgjedhje mas zgjedhje. Momentin e tashëm, momentin e tanishëm. Ndoshta edhe zgjedhjet nuk kanë qenë të këqija, nuk ka qenë keq. Njerë me pa ku jemi, diçka shku gjona të keq. Është për të ardhur keq, për këtë vend, për këtë popull. Jo, fare nuk besoj. Nuk besoj se këto janë lojnat të Albingurtit, edhe nuk besoj, duhet me shku në zgjedhje. Patjetër duhet me shku në zgjedhje. Pra jeni pro zgjedhjeve? Po, pro zgjedhje jemi. A mendoni që do të ketë ndryshime nëse shkojmë përsëri në zgjedhje? Besoj që ka me pa ndryshime. Besoj që ka me pa ndryshime në favor të popullit dhe të opozitës. Motorista, këshyri avantura, këshyri udhëtime, këshyri që ato janë për mu interesant, kjo politika ka për njoni mshaj tjetër që 30 vjetë njësoj për nasilin.